Protestoj për këtë qeverinë e mirë shumë që na kënaqi, ka 30 vjet pa bukë, pa ujë, pa asgjë. Protestoj për këtë qeverinë e mirë shumë që ajo vodi miliardra lekë dhe ai e ruan se ashtu e do shumë i shketi. E ka shumë gjon. Unë protestoj se kemi marrë këtë pronë, kemi lindë këtu. E kemi marrë me ligjin 751 se fshati jon për një zakon të mirë për gjithë dynjan. E ndau çdo njeri në të tija në bazë të ligjit. Dhe kemi ardhur në pronën tonë. Dhe këtë pronë na i mori Fatosnandua, Sali Berisha dhe Edi Rama. Edi Rama si mblon kusuret që i till atë fytyrkisht e pagoj. Duam që ati që ka marrë këtë që thot që e ka marrë, me që i ka të lishme të qek të ruante, po pse si ruan, se i ka të palishme. Poshtë hajdutat e pronave, poshtë kriminalat e Shqipërisë, poshtë të gjithë deputetët fyt. Me djersën e prindërve tanë, me djersën e gjyshërve tanë, u bën milionera, na hapën rrugët, na tradhëtuan, na thanë ikni në Greqi, dhe ata ndonjën këtu, edhe na i morën të gjitha, dhe u bën milionera, u bën, qarë të themë, në Kakome, në Grykën e Brodanit, mua më kanë thyer 4 brim policia. Kemi që në 2004 që luftojëm për shtetin në Burg, Saliu, në Burg, Rama, të gjithë.